Ja sa herë duhet të ndroni furçën e dhëmbëve. Higjiena e gojës është ndër detajet për të cilat secili nga ne duhet të bëjë kujdes dhe vëmendje më të madhe në të gjithë këtë duhet ketë furça e dhëmbëve. Ekzistojnë 100 deri në 200 lloje të bakterieve që jetojnë në gojën tuaj dhe të gjitha ato përfundojnë drejt në furçë. Pasi të keni përfunduar duke larë dhëmbët, duhet t'i lani mirë me furçë. Edhe më mirë është të dezinfektoni atë me uthull-molle të paktën një herë në javë. Informacione të ndryshme bëjnë me dije se përpara se të ndroni furçën e dhëmbëve, duhet të dini edhe shëndetin tuaj. Furça e dhëmbëve duhet të bazohet gjithmonë edhe në shëndetin tuaj dentar. Nëse i keni dhëmbët të ndjeshëm dhe gjithashtu më të dobësuar, konsultoni me dentistin për të përzgjedhur edhe butësinë ose fortësinë e duhur për furçën tuaj. Kështu ajo do t'i përshtatet më shumë edhe higjienës tuaj dentare dhe mbi të gjitha, nuk do të krijojë dëmtime të smaltit të dhëmbëve.